Mirë tjeta, uroj t'jeni mirë dashur miq, takohemi në këtë bisedë të radhës për të folur për një skandal që ka shpërthyer në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pete Hicks, sekretari amerikan i mbrojtjes apo i luftës, është i lidhur, po flasin mediat amerikane, me BlackRock-un, biznes lufte dhe gjaku. Mirë dita të gjithëve, sot nuk do të flasim për politikë. Sot do të flasim për diçka që vlen më shumë se sa politika. Është diçka që është përtej politikës, më e madhe se politika, që kontrollon politikën dhe që fshihet gjithmonë pas perdeve të politikës. Sot do të flasim për botën e paras, ajo që kontrollon gjithçka. Ju e dini atë shprehjen e cila thot lufta është ferr, e po varet për disa lufta nuk është ferr, për disa lufta është plan biznesi. Dhe me sa duket në Washington, dikush ka vendosur që raketat nuk duhet të lëshojnë vetëm zjarr, por edhe dividend në bursa. Në bursa ku luhet betejë e përgjakshme e paras. Kur brokeri takon Pentagonin, çfarë ndodh? Le të zbërthejmë skenarin që po dridh sot muret e institucioneve më prestigjioze, nga Financial Times tek Reutersi dhe tek gjitha mediat e mëdha të botës. Kush është në qendër të stuhisë? Pete Hicks, sekretari amerikan i luftës. Dhe partneri i tij preferuar në këtë valc financiar, giganti që zotëron gjysmën e botës, BlackRock. Ju e dini kush është BlackRock? BlackRock është giganti që kontrollon pjesën më të madhe të biznesit të botës, dhe për cilin ne ju kemi folur vazhdimisht kohë më parë se si luhet me ekuilibrat e gjeopolitikës të luftës dhe të paqes në kulisat dhe tek perdet e botës paras. Nuk është ky momenti të flasim për BlackRock-un, sepse secili për jush që mund t'i ketë dy informacione, apo që mund t'i ketë dëgjuar përpara, apo që mund ta bëj në Google search, apo ku do mund të kërkosh informacion çfarë është BlackRock-u dhe e merr vesh në sekond. Ajo që ne duhet kuptojmë në këtë moment është, imagjinoni skenën shkurt i vitit 2026. Bota mban frymën, sepse Irani ishte në shënjestër dhe tensioni pritet me thik. E gjithë bota ishte në tension dhe pikërisht në këtë moment një broker i bankës Morgan Stanley, që ka lidhje me Pete Hicks, ka bërë një telefonat miqësore ku tek BlackRock investime multimilionshë, po flitet nëpër media. Do të vim pak më poshtë të kuptojmë çfarë luhet. Mesazhi ishte i thjeshtë. Kemi një 200 darka miq tanë në BlackRock për të investuar në industrinë e mbrojtjes. A na gjeni ndonjë fond ku t'i hedhim këto 2 lekë që i kemi veç, të prodhojmë tanke, mbase edhe ndonjë dron që bën zhurmë dhe përdoret shumë në për këto luftra, ato 2 lekë që kemi t'i shumojmë. Insider trading me shije dhe me aromë baruti. Kjo është ajo që ndodh prapa perdes dhe këtu fillon dhe nis magjia e madhe. Nëse je një zyrtar i lartë dhe e di që pas 3 ditësh do të shtypet butoni i kuq, çfarë bën një patriot i madh dhe i vërtet? Pa diskutim, patrioti do të shkojë në drejtim të bursës, të shoh ku mund shes dhe ku mund blej aksione. Dhe ky quhet insider trading shtetëror, sepse ka informacione shtetërore. Dhe ky nuk është thjesht një korrupsion, miq, ky është një art. Ti e di ku do të bjerë raketa, prandaj ble aksione të kompania që ka prodhuar këtë raketën, dhe kaq e thjesht është. Parat shumohen, është cikli perfekt i jetës. Shteti paguan armën, arma bën luftën, ti fiton parat. E kuptuam ciklin? Një histori që do ta kishte zili edhe vetë Da Vinci. Kthesa ose kur gardhi nuk ka dhëmb. Të ndalemi pak ke ky moment. Këtu vjen edhe një tjetër moment qesharak i këtij filmi me spiun dhe me fatura. Sepse, ironikisht, plani i gjeniut për të blerë aksione në BlackRock dështoi. Investimi nuk u realizua. Po pse? Sepse fondi nuk ishte i disponueshëm në atë moment. Dhe ironia supreme ku qëllon? Ditën që nisi sulmi, aksionet e mbrojtjes nuk fluturuan në qiell, si shpresonin profetët e bursës. Disa prej aksioneve madje jo vetëm që su ngritën por ranë. Pra këtu kemi një situatë
te të rëndësishme dhe te të rrezikshme. Ti tenton të bësh mëkatin e madh dhe nuk mundesh të mëkatosh dhe dështon sepse ti je i paaft edhe për të qenë i korruptuar. Dhe në fund mbetesh edhe pa para, edhe me emrin në gazet, një lloj siç ndodhi me Pete Hickseth, sekretarin amerikan të luftës. Pentagoni nga ana tjetër është futur në mod defensive, është futur në mbrojtje. Natyrisht, Pentagoni doli me njëherë dhe e mohoi këtë konferencë. E mohoi në konferencë këtë lajm. Lajmi është i rrem, është fake news, nuk ka patur asnjë kontakt nga Hickseth dhe ai nuk di as të përdor një aplikacion bankar. E lëre më të parashikoj bursën, ka thënë Pentagoni në emër të sekretarit Hickseth. Mohim total, përplasje titanësh, mediat prestigjioze thonë kemi faturat, Pentagoni thotë kemi halucinacione. Nuk keni asgjë në dorë dhe ne, populli, we the people, kuj do t'i besoj? Analiza finale është skandal apo luftë politike? Çfarë është duke ndodhur? Le të jemi realist. Nëse ky skenar provohet dhe argumentohet, nuk kemi thjesht të bëjmë një skandal. Kemi fundin e moralit ushtarak në botë. Nuk është më politik e jashtme. Është menaxhim, portofoli me gjak njerëzish. Që ta kemi të qartë, botën e civilizuar, por ekziston edhe një mundësi tjetër. Në këtë Washington të ndarë dhe të përçar ku shpifja është monedha më e vlefshme, apo përdoret ky raportim si një bombë politike për të asgjësuar Pete Hickseth, pikërisht në këtë moment, sepse siç e tham, prova e fitimit mungon. Dhe në gjykat, nëse nuk ke para në xhep, teknikisht je i pafajshëm. Apo jo? Avokatët mund të më shkruajnë te komentet. Këtu shkojmë në një skenar tjetër të rëndësishëm. Të dashur miq, pra i vëm kapak. E vërteta mund të jetë diku në mes, por ama ajo që vjen nga ky tregim është shumë i rëndë. Nëse lufta vërtet është kthyer në një kazino, ku zyrtarët e lartë të botës luajnë me paratë tona dhe jetët e tjerëve, me gjakun e njerëzve, atëherë kemi një problem shumë më të madh se sulmi ndaj Iranit. Dhe këtë do ta shohim dhe do ta kuptojmë në ditët e vijime. Kemi një sistem ku tanket nuk lëvizin për liri as për demokraci, por për të rritur vlerën e aksioneve në Wall Street. Dakord? Këtë unë ja kam shpjeguar në ditët e shkuara në mënyrë të thjeshtuar. Dhe pyetja finale që lind për mua, për ju dhe për të gjithë ata që ndjekin këtë emision në këtë moment është: a besoni vërtet se ky ishte një rastësi financiare? Apo jemi thjesht dëshmitar të momentit kur maskat e fundit të moralit kanë rënë dhe po bien për tokë? Ne bashkarisht do të rishihemi sërish në skandalin e radhës dhe deri atëherë ruajeni mirë portofolin, se jetën nuk e kemi më në dorë. Lufta në Shtetet Bashkuara të Amerikës është bërë shumë e egër. Ndërmjet atyre që bëjnë luftë, atyre që bëjnë tregtime luftën, atyre që mbrojnë versionin zyrtar dhe atyre që mbrojnë versionin e luftës. Bota është në një moment jashtëzakonisht të rrezikshëm dhe nga minuta në minutë, nga ora në orë, presidenti Donald Trump njofton se do të tërhiqet apo se do të sulmojë. Dhe në këtë moment jemi në fazën e orëve të fundit të kësaj betejë të përgjakshme në lindjen e mesme, ku po flitet për një tërheqje të mundshme të radhës dhe para pak minutave, dhe tani që unë jam duke regjistruar këtë emision për ju, në shtëpinë e Bardhë dhe në Pentagon janë duke mbajtur konferencë për shtyp. Ky e komandanti i forcave të armatosura të Shtetet Bashkuara të Amerikës, generali Chen dhe sekretari i luftës Pete Hickseth. Një luftë e përgjakshme ndërmjet të majtës dhe djathës, ndërmjet establishmentit mediatik dhe establishmentit ushtarak, ndërmjet establishmentit financiar dhe Pentagonit. Luftë për thyerje kockash brenda në Pentagon dhe brenda kësaj mega makinerie që thërmon dhe bluan kocka njerëzish në planet
dhe bluan kocka klanesh nga Wall Street in City of London, nga Pentagonin Shtëpinë e Bardhë, nga Ministria dhe Sekretariati i Luftës, në krye të cilit është Pete Hegseth, dhe deri tek mediat më prestigjioze të botës, sot është një luftë e madhe e përgjakshme, me thyrje kockash, kocka nga të cilat ushqehen pulat e vogla në rajone ordinere si këto ku jetojmë dhe ku blihet me gjakun e popujve të vegjël, siç janë shqiptarët, në bursat ndërkombëtare të luftës globale dhe në bursat ndërkombëtare të lojës kombeve, shiten dhe tregtohen fate kombish nga pula politikane të cilat ushqehen me sqepin e tyre të infektuar, me mielin e bluarjes së këtyre kockave të mëdha nga BlackRocku në Pentagon dhe nga Shtëpia e Bardhë tek Financial Times e Reuters, Bloomberg dhe MBS apo ABC News, New York Times apo The Telegraph. Luftë e madhe, e cila do të shoqëroj botën edhe në ditët të vijim, ndërkohë që e gjithë bota është e fokusuar në luftën e Iranit, atje në Izrael, parlamenti i Izraelit me shumicë votash në Knesset ka marrë vendim që 10.000 të burgosurit palestinez atje në Palestinë tashmë mundet dhe është hapur rruga dhe mundësia që të dënohen me varje në litar. Ata të cilët duan izraelitët mund të dënohen tashmë me varje në litar. Dhe Etmar bin Gfir, antar i koalicionit qeverisë Netanyahu, ka shkuar dhe ka festuar në Knesset me atë parullën, lakun, litarin këtu të gjaketa. Litar i cili simbolizon vrasjen dhe varjen e të gjithë të burgosurve palestines. BlackRocku lëviz, bota lëviz, Amerika përplaset, Irani përplaset, Amerika tenton të qetësoj tashmë bregun e lindjes së mesme dhe ngushticës në Hormuzit për të bërë gati për përplasjen e madhe atje në Taiwan, ku Kina ka bërë gati planin me sa duket për të përpirë dhe për të gëlltitur Taiwanin e rusët ndjekin me kujdes, ndërkohë tek vendet e qelbura si këto ku jetojmë, popujt janë të nënshtruar, mashtrohen me festa dhe me emisionet të cilat i kontrollojnë mendjet e tyre dhe u avjedhin të gjithë kohën, larg realiteteve botërore, dhe tek ne, tek komentet këtu, sjellin njerëz të cilët thonë pse Kreshniku po na përhap panik, ne mirë ishim në gjumë, ishim duke parë Big Brotherin, ishim duke parë emisionet e tjera, vazhdojmë të kënaqemi, vazhdojmë në gjumë, vazhdojmë në komën tonë vdekje prurse, në një moment në të cilin po riformatohet bota, ne duhet jemi gati. Ju që më shihni për herë të parë, unë jam Kreshnik Osmani, u flas nga Akademia Gjeopolitike e Lëvizjes Abdeu. Çoja një pjesës tjetër të shqiptarëve këto zhvillime të cilat ju vinë në kohë reale, në mënyrën më transparente të mundshme dhe në mënyrën më të paanshme të mundshme. Pjesa tjetër e njerëzve janë tifoz, janë me agenda. 99% janë ose tifoz ose me agenda. Rall kush ju a tregon të dyja anët e monedhës dhe rall kush ju a tregon çfarë fshihet prapa lajmit, sepse lajmin e sjellin të tjerët para nesh. Dhe ne nuk jemi këtu për të bërë lajme, as për të thënë lajme, ju lajmet i shikoni kudo. Unë jam këtu për t'ju shpjeguar çfarë ndodh prapa lajmit, sepse prapa lajmeve dhe prapa perdeve të BlackRockut, të Pentagonit, të Shtëpisë Bardhë, të Departamentit të Mbrojtjes të NATO-s, të kompanive të siguracioneve, të lindjes mesme të Iranit, Izraelit, Palestinës, të Arabëve, të Kinezëve, të Rusëve, luhen lojrat e mëdha, lojrat e interesave të mëdha financiare, të cilat sot janë në një thyrje kockash, janë në një betejë thyrje kockash për të rikonfiguruar tavën, jo politikën, as lirin, as demokracinë. Janë duke ndarë tavën miq. Tava është e madhe. Dhe prej luftës parë dhe dytë botërore nuk është ndarë më. Tash më ka ardhur koha që tava të rindahet. Tava e byrekut, po. As liria, as demokracia është tava e byrekut, që po ndahet dhe të mëdhejt. Po thyen kockat dhe po bluajnë kockat e njëri tjetrit. Ne të vegjëlit,
duhet të ruhemi nga monstrat që na drejtojnë majtas dhe djathtas, sepse ata janë pulat e ngordhura të cilat i ka ardhur ngordhja dhe po ushqehen me pluhurin e thërmimit të kockave të gjigantëve të botës, në mënyrë që të blejnë pushtetin e tyre dhe të na zhdukin ne popujt e vegjël, të cilët jemi në kufit e ekzistencës dhe shkatërohemi çdo ditë me varfëri, me mjerim, me mashtrim, me emisione mashtrimi, me një elitë të përdal mediatike intelektualesh të prime time dhe me emisione të cilat kanë për synim kontrollin e mendjeve të shqiptarëve dhe largimin e fokusit nga zhvillimet e mëdha globale. Miru dëgjofshim shpejt në darkë, sepse zhvillimet do të jenë të mëdha. Merrni këtë kanal, çojeni pjesën tjetër të shqiptarëve, bëni like, share, subscribe që të ndihmoni algoritmin e kanalit dhe unë ju jam shumë falënderues për kohën tuaj të çmuar dhe vëmendjen që na jepni aq bujarisht. Miru dëgjofshim.